Dita e verës është një festë me origjinë të lashtë e cila kremtohet në nderim të natyrës së bukur shqiptare dhe bimësisë që zgjohet në këtë datë. Kjo festë u kthye në një ditë kombëtare pushimi, ku shenja dalluese është përgatitja e ballokumeve. Në Lushnjë, ditën e verës ndisen zjarre në opore dhe kopshte duke dhënë forcë diellit, ndërsa gratë kryen ritualet magjike për të larguar qenie dëmtuese dhe grabitëse. Edhe pse kjo ditë festohet madhështore në qytetin historik të Elbasanit, ajo mbetet një festë e gjithë shqiptarëve. Dita e verës shënon fillimin e vitit sipas kalendarit shumë të lashtë shqiptar, një traditë që daton nga kohët e para ardhjes së Krishterrimit. Në qytetin e Lushnjës, kjo natë vere u festua në sheshin e qytetarëve, në tingujt e këngëve dhe valleve muzikare, ku nuk mungoi simboli kryesor, zjarri, i cili përfaqëson largimin e dimrit dhe ardhjen e pranverës. Qytetarët dhe kalimtarët u bashkuan në një mbrëmje magjike e organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve nën kujdesin e veçantë të kryebashkiakes Eriselda Sefa. Në këtë atmosferë festive, simboli i luleve u bashkua me urimet e shumta të qytetarëve, duke bashkuar festën pagane të ardhjes së pranverës. Njerëzit u uruan me fjalët magjike që përçonin verë, lule, lumturi e dashuri, ndërsa tingujt e këngëve të fëmijëve sollën nostalgjinë e viteve në breza. Lushnja festoi deri në orët e vona, duke sjellë magjinë hyjnore të natës dhe ditës së verës.